Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në surën Isra, ajeti 37, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Mos ec në tokë me arrogancë, me ndjemallësi, sepse ti as nuk mund ta qash tokën e as ta arrish lartësinë e maleve. Për sot do të flasim rreth temës arroganca, sëmundja që shkatëron njeriu dhe shoqërinë. Arroganca është një cilësi djallëzore dhe është themeli i mjerimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo çon në zemrimin e Allahut dhe në dënimin e tij të dhëmshëm. Ajetet kuranore paralajmërojnë ashpër kundër arrogancës dhe e konsiderojnë ndër mëkatet e mëdha që e pengon njeriu të hyjë në xhennet. Kuptimi i arrogancës. Sipas fjalorit të gjuhës shqipe, fjala arrogancë do të thotë sjellje e vrazhd, e pakulturuar, qëndrim përbuzës, e mos përfillës kundër të tjerëve, trajtimi të tjerëve me mendjemallësi e në mënyrë fyese. Ndërsa në Islam arroganca quhet kibër apo qibër, si i thënë edhe në Shqip. Dhe do të thotë ta shoh njeriu veten e tij më të lartë se të tjerët dhe ta refuzojë të vërtetën. Arroganca nuk është vetëm mënyrë ecjeje apo fjalësh, por gjendje e brendshme e zemrës. Kurani e paraqet arrogancën si një nga mëkatet më të rënda, sepse ajo ishte shkaku i parë i mosbindjes ndaj Allahut. Kurani përmend shembuj për arrogancën. Ndërto shembulli i iblisit, i shejtanit. Në surën Bekare, ajeti 34, Allahu i madhëruar thot: Illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Përveç iblisit, i cili nuk deshi, u tregua arrogant dhe u bë mosbesimtar. Ajeti na flet për kur Allahu i urdhëroi engjëjt që t'i bëjnë sejdë Ademit, por të gjithë engjëjt i bën sejdë vetëm e vetëm përveç iblisit, i cili nuk deshi, u tregua arrogant dhe u bë mosbesimtar. Ndërsa në ajetin 12 të surës Araf, Allahu na flet përsëri për arrogancën e iblisit. Dhe thot: Qala ana khayru min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dhe tha, pra iblisi tha: unë jam më i mirë se ai, se njeriu, se Ademi. Më krijove nga zjarri, kurse atë nga balta. Kjo arrogancë e iblisit e nxorre atë nga mëshira e Allahut. Kurani i shenjtë përmend gjithashtu edhe njerëz arrogant. Dhe pikërisht në surën Ankebut në ajetin 39,
Kurani flet për arogancën e Faraonit, Karunit dhe Hamanit. Pra që dhe tre ishin arrogant. Dhe në këta jetë Allahu thot: "Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin." Kështu ndodhi edhe me Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Atyre u erdhi Musai me provat e qarta, por ata u treguan arrogant në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Për shkak të pasojave të rënda që sjell arroganca, Allahu i madhruar na porosit që të qëndrojmë larg saj, larg arrogancës. Pikërisht në ajetin 37 të surës Isra, Allahu thot: "Mos ec në tokë me mendje mallësi, sepse ti as nuk mund ta çash tokën e as të arrish lartësinë e maleve." Dhe kjo është mos e vërtet. Gjithashtu, në një ajet tjetër, Allahu në surën Nahl në ajetin 23, Allahu i madhruar thot: "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Vërtet ai, pra Allahu, nuk i do arrogantët. Dhe arroganca më e madhe është ajo prandaj adhurimit të Allahut. Në surën Araf, në ajetin 146 thuhet: "Sa asrif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq." Do t'i largoj nga shenjat e mia, nga ajetet e mia, ata që sillen me arrogancë në tokë pa të drejtë. Ky ajet për na mëson se arroganca dhe mendjemallësia e padrejtë e verbojnë zemrën e njeriu. Aq sa ai humbet aftësinë për të kuptuar dhe për të pranuar të vërtetën. Allahu, si ndëshkim i drejtë për ata, për arrogantët, ja heq udhëzimin atij pra që profuzon për ulësin, sepse ai vetë zgjodhi largimin nga e vërteta. Udhëzimi i Allahut fitohet me përulësi dhe jo me krenari boshe, as me kryenësi, kryelartësi, arrogancë apo mendjemallësi. Edhe fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi janë të shumta që flasin për arrogancën. I dërguari i Allahut, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Rrini larg arrogancës, sepse njeriu vazhdon të jetë arrogant derisa Allahu i madhruar të thotë: shkruajeni këtë robin tim ndër tiranët." Në një thënie tjetër, profeti i dashur ka thënë: "Nuk hyn në xhenet ai që në zemrën e tij ka peshën e një grimse arrogancë." Qofta ajo arrogancë, qoftë sa pesha e një grimse, një thërrim, thërmi apo atomi që mund të thënë. Ky njeri nuk hyn në xhenet. Një burr i tha profetit: "Njeriu dëshiron të vesh rroba të bukura dhe të mbath pa këpucë të mira." Profeti i tha: "Allahu është i bukur dhe e do bukurinë. Arroganca është mohimi i së vërtetës dhe përbuzje ndaj njerëzve." Nuk ka gjë më të poçtër pra sa të përbuzësh njerëzit. Të gjithë jemi krijesa të një krijuesi dhe krijuesi ne na urdhëron që ta respektojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin dhe jo ta përçmojmë dhe as ta përbuzim. Allahu na thot: "Walaqad karramna bani Adam." Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit. Atëherë përse bijtë e Ademit pra duhet ta përbuzin njëri tjetrin, ta nënshmojnë njëri tjetrin pra?
Dhe ky nënçmim për buzë vjen si pasojë arrogancës. Dhe vërtet është një sëmundje mjaft e madhe. E shkatron njeriu dhe shoqërinë, sepse shoqëria në njeriu është pra themeli, baza e shoqërisë. Në një thënie tjetër, profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: "Më i urryer për mua nga njerëzit është arroganti." Pra, njeriu arrogant është i urryer tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Po ashtu, siç e thash edhe më parë, Allahu nuk i do arrogantët. Për këtë të kemi kujdes, të qëndrojmë larg kësaj sëmundje shkatërruese. Gjithashtu edhe ehli bejti i pastër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali na flasin për arrogancën, për pasojat e saj. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Çudi për birin e Ademit. Fillimi i tij është një pikë sperme. Fundi i tij një kufo me qelbur. Dhe në mes të tij është enë për papastërtinë. Dhe pastaj sillet si arrogant." Sa e mrekullueshme pra kjo thënie. Na zgjon se kush jemi, nga kemi ardhur. Dhe pse duhet të jemi arrogant kur ne pra kemi qenë preardhja është një pikë sperme, do të jemi pra një kufo me qelbur dhe në mes tyre jemi enë që mbart pa pastërtinë. Në librin e Nahjul Balaga përsëri Imam Aliu thot: "Sa e shëmtuar është arroganca të robi kur ai është i krijuar nga balta dhe përfundon në varr." Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Kur hyn arroganca në zemrën e një njeriu, atij i paksohet arsyeja, aq sa arrogancë ka hyrë, qoftë ajo e vogël apo e madhe." Pa ky hadith na mëson pra se arroganca shkatërron arsyeën e njeriu. Prandaj pra, feja e pastër islame na urdhëron që të largohemi nga arroganca, të largohemi nga çdo gjë që e dëmton arsyeën, sepse arsyeja është kapitali më i çmuar tek njeriu. Dhurata më e madhe e Allahut për njeriu. Dhe duhet që këtë kapital ta ruajmë, këtë dhuratë ta mbrojmë nga çdo gjë që e shkatërron. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: "Nuk ka njeri që tregohet arrogant apo tiran përveç se e bën këtë nga një ndjenjë poshtrimi që e ndjen në vetvete." Pra njeriu bëhet arrogant sepse ndjen veten e tij të poshtruar, ashtu hamenson, ecën me iluzione dhe bëhet pastaj arrogant, tiran, shtypës. Sa e sa kemi sot Faraona, Karuna, Haman, të cilët pra ishin arrogant, dhe sot kemi të tillë, është mbushur pa bota njerëzore. Dhe të tillë arrogant po e çon njerëzimin në shkatërrim. Allahu na ruaj. Imam Aliu ka thënë: "Nuk sillet me arrogancë vetëse njeriu i ulët." Gjithashtu në një thënie tjetër, Imam Aliu ka thënë: "Fryti i arrogancës është poshtrimi." Ku është Faraoni? Ku është Karuni? Ku është Hamani? Ku janë arrogantët e tjerë? Ku është Hitleri? Të gjithë kishin një përfundim të shëmtuar, të poshtruar. Dhe të gjithë ata
arrogant, të tillë do ta kenë përfundimin e tyre. Të gjithë. Fundi i tyre do të jetë poshtrimi. Por cilat janë pasojat e arrogancës? Pasojat e arrogancës janë e para, humbja e lidhjes me Allahun. Arroganti nuk përkulet para së vërtetës. Prandaj Allahu e lë në humbje. Në jetin pra 146 të surës Araf thuhet, do t'i largoj nga shenjit e mia ata që tregohen arrogant në tokë me pa drejtësi, me pa të drejtë. Pra, pasoja e parë, arroganti pra, është larg Allahut. E dyta, pasoja e dyta arrogancës, ajo sjell verbri shpirtërore. Arroganti sheh, por nuk kupton. Dëgjon, por nuk pranon. Pasoja e tretë është urrejtja e njerëzve. Arroganca e prish shoqërinë, familjen dhe vëllazërinë mes njerëzve në përgjithësi dhe besimtarëve në veçanti. Prandaj le të kemi kujdes. Sepse këto janë ato pasojat e rënda që sjell arroganca. Padyshim që arroganti ka një fund të keq në botën tjetër. Përveç poshtrimit në këtë jetë, e pret një fund i keq në jetën tjetër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: tiranët dhe arrogantët do të ringjallen në ditën e gjykimit në formë milingonash. Njerëzit do t'i shkelin me këmbë për shkak të përçmimit të tyre tek Allahu. Gjithashtu, profeti Muhammed ka thënë: atë ju tregoj kush janë banorët e zjarrit, çdo njeri i vrazhd, egoist dhe arrogant. Gjithashtu, i dashur i zemrat tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: në xhehenem ka një lugin që quhet Heb. Është e drejta e Allahut që çdo tiran arrogant të banojë aty. Të banojë pra në këtë lugin të xhehenemit, në Heb. Por si ta shërojmë veten nga arroganca? Së pari, kujto origjinën tënde, që është balta. Së dyti, kujto fundin tënd, që është varri. Së treti, prano të vërtetën, edhe kur vjen nga dikush më i vogël. Së katërti, shërbej njerëzve me përulësi. Së pesti, mbaje afër Kur'anin, profetin dhe ehlibejtin e pastër, si dhe shokët e zgjedhur e besnik të profetit, sepse ata ishin kulmi i përulësisë. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë: luma e njeri që e përul veten për hir të Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, arroganca është armiku i madh i njeriu. Ajo shkatron zemrën, mendjen, fen dhe jetën tjetër të tij. Ndërsa përulësia është qelësi i afërsisë me Allahun fuqiplot. Sa e mrekullueshme është porosia e Lukmanit për djalin e tij, e cila përmendet në ajetet 17 dhe 19 në surën Lukman, ku Lukmani i thot: o djalim, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Me të vërtet, ky është thelbi i patundurit të gjitha punëve. Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me arrogancë, se Allahu nuk i do arrogantët burracak. Ec me kujdes edhe i përmbajtur dhe fol me zë të ulët, se zëri më i vrazhd është zëri i gomarit. E lusë Allahun të na ruaj nga arroganca, të na stolis me përulësinë dhe të na bëjë ndjekës të sinqert
të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të familjes së tij të pastër e të ndritur e ehli bejtit, insha Allah. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që të jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.